Përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos pas takimit me kryeministrin Albin Kurti ka thënë se BE-ja mbetet e përkushtuar për të ardhmen evropiane të Kosovës. Kos në një konferencë për media ka thënë se stabiliteti politik duhet kthehet në Kosovë dhe për këtë ka bërë apel tek akterët politik. Kos ka thënë se sa më e suksesshme të jetë Kosova në përmbushjen e reformave, aq më të mëdha janë shanset për hapjen e negociatave. Natyrisht që ka vend për Kosovën në BE dhe procesi antarësimit nuk punon me data, por masim për parimin në përmbushjen e reformave. Sa më e suksesshme do të jetë Kosova në përmbushjen e reformave dhe në dialogun me Serbin, aq më shumë shansat janë më të larta të fillojmë me negociatat. Përtej politikës, antarësimi ka një pjesë teknike. Nuk mund të jap datë apo vit, por jam e bindur se do të punoj ngushtë dhe palodhshëm që ta përafroj Kosovën me BE-n. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pas takimit me komisionerën evropiane për zgjerim Marta Kos ka kërkuar avancim të Kosovës në procesin integrues dhe atë të vendit kandidat. Ai tha se nuk po kërkojnë as rrugë të shkurtra e as deri të pasme, por vetëm proces meritor. Ndërkohë theksoi nevojën që përgjegjësit e sulmit terrorist në Banjsk të Zveçanit të dalin para drejtësisë, pasi siç tha ai, pa llogaridhënie rreziku ndaj sigurisë mbetet i lartë. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrir i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultoj me avancimin e merituar të Kosovës. Mbështetja publike për Bashkimin Evropian për antarësimin në BE qëndron vazhdimisht rreth 90% në vendin tonë dhe është ndër më të lartat nga të gjitha vendet kandidate. Jemi të vetëdijshëm për sfidat që ekzistojnë, por kërkohet unitet në angazhim. Gjetja unitetit brenda Bashkimit Evropian për të marrë vendime karshi Kosovës është detyrë e përbashkët. Sigurisht që ne po punojmë me shtetet anëtare, por kërkohet që edhe institucionet e Bashkimit Evropian të shtyjnë këtë unitet përpara. Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është projekti paqes dhe i prosperitetit. Është më i madhi e më i suksesshëm projekt i këtij në Evropë që nga lufta e dytë botërore dhe Kosova ka përfituar nga Bashkimi Evropian për çfarë ne jemi thellësisht mirënjohës. Ne jemi gjithashtu falënderues për mbështetjen e Bashkimit Evropian, të cilin e kemi partner strategjik dhe njëherë është donatorin më të madh. Që nga viti 1999 kur u çliruam, Bashkimi Evropian ka investuar në Kosovë mbi 3.7 miliard euro. Kemi bërë progres në shtylla themelore dhe kjo jemi të bindur që meriton të njihet nga Bashkimi Evropian në kontekst të zgjerimit. Nuk po kërkojmë as rrugë të shkurtra, as derë të pasme, vetëm proces meritor. Llogaridhënia për këtë sulm është thelbësore, pasi pa llogaridhënie rreziku ndaj sigurisë sonë mbetet i lartë. E kemi një fqinj agresor agresiv që të sulmon në vend se të bashkëpunojë. Kjo është sfidë sa për sigurinë, po aq edhe për bashkëpunimin rajonal. Megjithatë, ne jemi proaktiv dhe kemi kontribuar në integrimin ekonomik të rajonit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti gjatë konferencës së përbashkët me komisionerën për zgjerim të BE-s Marta Kos nga gazetari i Radio Televizionit 21 u pyet për rastin e djeshëm Skenderaj në veçanti për praninë e njësisë speciale në këtë qytet. Sipas tij, reagimi i prokurorisë dhe policisë ishte i vonuar. Në lokalin në Skenderaj, në të cilën është rrohur e përgjakur zëvendësministri në Ministrinë e Financave Hysni Mehani, njëkohësisht edhe kryetari i qendrës së vetëvendosjes atje, njëkohësisht edhe kandidat për deputet për legjislaturën e 11, ka kamera dhe ka shumë dëshmitar. Me çmora vesh 2 veta janë arrestuar. Për përshtypjen time, reagimi edhe i policisë dhe i prokurorisë ka qenë i vonuar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur më pastaj në orët e pas mesnatës, por
e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejtë. Ju e dini që aktivistët e vetëvendosjes për statusin Facebook janë dënuar ka 1 vit e gjysmë burg. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendësministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap gjyqësori. Kryetari i Degës së Lëvizjes Vetëvendosje në Skenderaj, Hysni Mehani, është liruar nga Spitali Rajonal i Mitrovicës pas konfliktit fizik që ndodhi dje mes tij dhe kryetarit kësaj komune Samil Ushtaku. Nga spitali kanë konfirmuar që Mehani është liruar pas trajtimit mjekësor. Të njëjtën u raportua për një sulm nga Ushtaku ndaj Mehanit, për cilin rast pati shumë reagime. Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me incidentin që ndodhi dje në Skenderaj, ku përfshin kryetari i komunës Samil Ushtaku dhe kryetari i Degës së Vetëvendosjes atje, Hysni Mehani. Në raport thuhet se policia është njoftuar për rrahje në një lokal dhe se sipas saj 2 persona kanë pësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për tretman mjekësor dhe se të njëjtit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Kryetari PDK-s Bedri Hamza ka reaguar pas zhvillimeve të djeshme që pasuan pasi kryetari komunës Skenderajt Samil Ushtaku dhe zëvendës ministri financave Hysni Mehani janë përfshirë në një rrahje. Pas këtij incidenti, mbrëmtë Skenderaj pati pranit njësi speciale. Hamza i ka cilësuar si skena as pak të mira veprimet e policisë Kosovës me njësi speciale. A i tha se njësit speciale janë dërguar me urdhër të qeverisë dhe se prapa tyre ka pasur prapavi presioni dhe demonstrimi force. A i bëri thirrje kryeministrin detyrë që të ndalë siç u shpreh propagandën, urrejtjen, provokimet dhe keqpërdorimin e shtetit për skenar partijak. Në fund të reagimit, kryetari Hamza u bëri thirrje votuesve të PDK-s dhe qytetarëve që të ruajnë qetësinë dhe të fokusohen te zgjedhjet e 7 qershorit. Lidhur me incidentin e djeshëm në Skenderaj dhe prezencën e njësisë speciale të policisë qytetare, qytetarët tonë se nuk ndjehen të sigurt. Për zhvillimet e djeshme në Skenderaj kanë folur edhe Hysni Gucati nga OVL-UÇK dhe Nuredin Lushtaku, nën kryetari komunës së Skenderajt. Valla, s'ka po qorë, se me fëndu njërës banë. Që kështë po hasjaj. Në më dhonë hajë, më thonë salmi Serbia se kështë drua zjetë. Që pasami këtë këmorë me gjithaja farë, fuërë që gjithaja farë. Ajo që sa ju e sa... Që jam normal, që në se normal, të në të rëthakunin e kom. E kemi po ju i mirë, po shpezatu masha. Ato nuk di, po mire e karë bo se karë. Që ka ly para komunë vardhej, me thosa me Serbia. Po është të vërdet, ne kemi qenë shumë të gënjym me institucionet tona të vendit, që ka ndodhur prom mas orës 23, ku qeveria dhe institucionet të shtetit, apo Xhelal Sveqa bashkë me Albin Kurtin, i dërgojnë njësi speciale në Drenis pa nevojë. Për disa s'ka flet thirrja apo ftesë nga prokuria, sa më shoku s'ka kujna ti përgjigjet. Për disa s'ka ftesë, edhe s'ka fletëthirrje nga prokuria. Atëherë kjo ka qenë pa nevojshme prom, në 17 pika në Skenderaj. Këtu ku jemi në shesh ka pas njësi speciale, edhe para stacionit policore, edhe para ndërtesave të mëdha, po edhe në për disa rrugë, pa nevojë dhe çash me keqe dalë me një gënjeshtër të madh apo me një rën ngarkim i komunikacionit sezon veror. Ne e dim kur fillon sezoni verore, ne jemi alon në sezonin pranveror, do të thotë nis kemi alon ver, kështu që ata dalin me një gënjeshtër të madh dhe tentojnë të destabilizojnë Drenicën dhe Kosovën. Asnjë nevojë, asnjë arsye, Drenica me mush me njësi speciale për një rrahje ose një përleshje që ka ndodhur mes personave, çdo ditë ndodhet që rreja energjia, është normale. Nuk është normale me urre, por do me thonë që është bërë tragjike nota e pramit në Skenderaj, është një ardë marrë kush e ka bo ato, kush e ka dhënë naturën, edhe është do të një ardë keq prej qytetarëve të Skenderajt, me bo atë gjendje alarmante pa asnjë nevojë më të vogël, që nuk është bona i farë kiameti. Ai Trumpin e ka gjujt me evrojt edhe nuk e ka bloku qytetin as shtetin as Kosovën, se lema pëse ndodhë një rrahje të vogël pa kur farë pasoja shpasan, mune të shteti formën ligjore që ta ka njëftu çdo konin me vetë qka dhe që dhe një krypën të veta, jo me basë skena edhe me kalëzu forcen që kush jem na që e kem shtetin dhe shka dojmë e bo na.
nuk e di ku dojnë me shkrimar. Eksperti i sigurisë Drizan Shala tha për radio-televizionin 21 se subjektet politike pak kohë para zgjedhjeve të 7 qershori do duhej që të kontribuonin në uljet tensioneve dhe depolarizimit të skenës politike në mënyrë që gjuha e urrejtjes mos përkthehet në dhunë reale. Deklarata e Shalës pasoi një incident në komunën e Skenderajt ku përfshin figura politike të pozitës dhe ish opozitës. Ndër tjera, Shala ka komentuar edhe praninë e forcave policore gjatë orëve të pasmesnatës në komunën e Skenderajt. Zotri Shala, kohëve të fundit në Kosovë është instaluar themi një gjuhë polarizuese me subjekteve politike, cila po shpërfaqet ose po përkthehet edhe në dhunë reale. Sa është e rrezikshme kjo dhe si është ndrimi juaj si ekspert i sigurisë? Unë mendoj që në aspektin e shoqërisë në përgjithësi dhe jetës dhe mbarvajtjes së proceseve politike, subjektet politike, aktorët relevante politike dhe skenës politike në Republikën e Kosovës do duhet jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm, se qëndrimet e tyre ndoshta në interpretime të caktuara mund të hasin në rezistencë qytetare, mund të hasin edhe në keqkuptime nga ana vetë qytetarë dhe më pastaj qytetarët mund të ndërmarrin veprime në bazë të qëndrimeve politike. Prandaj, në referuar e rastit të fundit, ku patëm edhe dërgimin apo prezencën e sive të specializuar të Policisë Kosovës në komunën e Skenderajt, ka ardhur si rezultat i direktivës nga ana e udhëheqësit të organizatës, nga ana e drejtorit të Policisë Kosovës, në bazë të informacioneve inteligjente se mund të ketë përshkallëzim të situatës së sigurisë publike dhe për këtë gjë Policia e Kosovës ka ndërhyr duke treguar prezencën dhe duke tentuar që përmes formës së tyre të komunikimit të bëhet minimizimi i gjakrave të nxehura dhe më pastaj të rikthehet çdo gjë në procesin e dialogimit dhe procesin e diskutimit. Në anën tjetër, qytetarët kanë të drejtë të jenë të shqetësuar dhe të marrin pyetje dhe të marrin informacione, të pranojnë informacione nga organet e sigurisë për çfarë arsye ka qenë prezenca, për çfarë arsye është prezenca ka shtuar e struktura të specializuara në komunat e tyre. Por çdo gjë do duhet dhe lidhet në aspektin vertikal të komunikimit, i cili bëhet në mes formës dhe përcaktimit të qartë politik. Megjithatë, ky aksion policor po nxit edhe reagim qytetar dhe po ka pakënaqësi ose mos pajtim ose po nxit edhe revolt qytetare, me që gjithçka po lidhet me politikë. Unë do duhet ta interpretoj në formë pak më ndryshe. Po mos të ishte Policia e Kosovës prezente afër stacionit policor, po Policia e Kosovës ishte aty për arsye se objekti i veçorisë së veçantë, karakterit veçantë është stacioni policor dhe ka qenë si asistencë të plotë të policisë së randit të komunës së Skenderajt. Por që po mos të ishte Policia e Kosovës, po të ishte ndonjë incident më i madh, më për masa edhe me elementeve të tjera politike, ne kemi pasur rastet të pasluftës ku kemi pasur tensione të ndryshme me subjekteve të ndryshme politike dhe ka pasur edhe të shtëna me armë zjarri në komunat e ndryshme, ka pasur edhe vrasje me motive politike të cilat janë të argumentuar në proceset e kaluara gjyqësore. Prandaj mbi këtë bazë, prezenca e Policisë Kosovës unë mendoj se ka reflektuar dhe ka qenë prezente për të minimizuar, për të përfshirë mesazhin preventiv. Megjithatë edhe para kësaj ndodhie ne po shohim gjuhërrëtie vazhdimisht në rrjetet sociale. Sa rrezikshme është kjo situatë, sidomos para një procesi zgjedhor dhe në gjithë këtë ngërsh politik, në gjithë këtë urrëtie politike? Unë mendoj që pala e cila kishte me përfituar më së shumti në një tension apo në një përshkallëzim të sigurisë publike, apo një revolt qytetare me subjekte të ndryshme politike, kishte me përfituar vetëm Beogradi zyrtar, sepse në këtë formë ne bëjmë regres politiko-shoqëror. Prandaj deklarimet do duhet të ishin të matur qoftë nga opozita, apo të gjithë subjekteve politike që janë në procesin politik garus, zgjedhor të shtatë qytetarë që të reflektojnë dhe të zgjedhin gjuhën e komunikimit edhe me audiencën e tyre, pra me vetuesët e tyre, por edhe njëkohësisht me bashkëbisedim normal edhe me subjektet e tjera politike. Faleminderit. Premtimet elektorale si duket kanë filluar. Kryeministri i Ndetyr Albin Kurti ka premtuar rritjet shtesave për fëmijë nga 60 deri në 90 euro dhe rritje të mbështetjes për lehona deri në 500 euro në muaj gjatë mandatit të ardhshëm. Në tryezën organizuar nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare në shënim të ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se mbi 400.000 fëmijë kanë përfituar nga shtesat për fëmijë, ndërsa mbi 80.000 nëna nga shtesat për lehona. Për herë të parë në Republikën e Kosovës kemi nisur me aplikimin e shtesave nga të cilët kanë përfituar mbi 400.000 fëmijë. Kur nisëm me 10 dhe 20 euro,
shpatje dhe talje për qeshje për një politik të këtillë, por vetëm edhe vetëm që më pastaj të njëjtët të fillonin vetëm garën me zotime elektorale për numra më të mëdha. E sot çdo familje që plotson kushtet merr shtesa prej 30 deri në 45 euro, varësisht nga numri i fëmijëve. Ndërkaq zotimi ynë është që në mandatin e plot, të cilin e synojmë edhe një herë, shtesat për fëmijët të dyfishojmë 60 deri në 90 euro. Paralelisht me këtë, kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna. Njësoj sikurse për fëmijët, edhe këto i patëm gjetur zero. Nesëm me 107 euro në muaj, aktualisht janë 325.9 euro, por me synimin që ato t'i ngrisim në 500 euro në muaj, ashtu siç edhe jemi zotuar publikisht. Në konferencën ekonomike B2B Prishtina 2026, organizuar nga Rjeti Global i Bizneseve Shqiptare, janë mbledhur mbi 400 biznese shqiptare nga diaspora dhe vendi me synim zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Kryetari i Rjetit Global të Bizneseve Shqiptare, Omer Nura, tha se përmes kësaj konference, bizneset kanë mundësi të bashkërendojnë interesat e tyre dhe të krijojnë lidhje bashkëpunimi me kompani nga Evropa. Konferenca ekonomike Business to Business në Prishtinë ka mbledhur edhe këtë vit qindra biznese shqiptare nga vendi dhe diaspora, duke krijuar hapësira për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik ndërmjet bizneseve. Kryetari i Rjetit Global të Bizneseve Shqiptare, Omer Nura, tha se përmes kësaj konference, bizneset kanë mundësi të bashkërendojnë interesat e tyre dhe të krijojnë lidhje bashkëpunimi me kompani nga Evropa dhe jo vetëm. Po, konferencat tilla janë për bashkimin e interesave të përbashkëta, do me thonë të gjejmë prodhuesit nga vendi këtu në tregjet evropiane dhe më gjerë siç është Australia, e tregjet e mëdha si Amerika, e gjithë Evropa që është një treg e jashtëzakonshëm, një treg me 520 milion banor. Ndërkaq Shkëlzen Jusaj, kryetari i komunitetit të bizneseve kosovaro-gjermano-zvicerane, tha se në këtë konferencë janë regjistruar rreth 420 biznese. Ai shtoi se Kosova ka produkte të certifikuara nga Bashkimi Evropian, të cilat duhet të deportojnë në tregjet ndërkombëtare. Presim se Rjeti i Bizneseve, Komiteti i Bizneseve Diasporë dhe Kosovës të kenë një bashkëpunim të sinqert, të kenë mundësi të njoftohen ndërmjet veti, prezantohen punë, prezantohen produktet. Kosova ka shumë produkte të certifikuara me standardet Bashkimit Evropian dhe mënyra më e mirë e plasimit të këtyre produkteve është diaspora jonë. Të regjistruara zyrtarisht janë 420 biznese, mbi 200 janë prej diasporës, pjesa tjetër janë kosovare. Arjan Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, tha se mbledhja e bizneseve të diasporës në Prishtinë duhet të shërbejë institucioneve si kujtesë për t'i kushtuar më shumë vëmendje këtij sektori përmes ofertave më të mira dhe dialogut të vazhdueshëm me ta. Mbledhja atyre në Prishtinë natyrisht duhet t'i rikujtojë edhe aktorët institucional të vendit për rëndësinë që ata duhet t'ua kushtojnë atyre, edhe përmes ofertës më të mirë, po natyrisht edhe përmes mbajtjes dialogut me ta, duke ditur që ata kanë mundësi të mëdha për investimet. Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit patën mundësi të zhvillojnë takime mes bizneseve, të marrin pjesë në panele diskutimi me ekspertë të fushave të ndryshme, si dhe të prezantojnë bizneset e tyre në panairin e organizuar në kuadër të konferencës. Universiteti kohëve të fundit ka shënuar disa arritje të rëndësishme, por vazhdon të përballet edhe me probleme serioze, infrastrukturore dhe organizative. Si arritje vlerësohet transformimi digital i administratës universitare për më shumë transparencë dhe efikasitet. Sa i përket problemeve, rektori i Universitetit Prishtinës Arben Hajrullahu ka ngritur shqetësime për uzurpimin e pronave të universitetit dhe mungesën e hapësirave adekuate për zhvillimin e mësimit. Për këto dhe çështje tjera, kolegja Erar Moku ka zhvilluar një bisedë me rektorin Hajrullahu. Sa është punuar në transformimin e Universitetit të Prishtinës si një institucion më i lartë i arsimit? Unë po besoj që është punu shumë, është duke punu shumë edhe rezultatet kanë fillu të shihen, edhe në mujt, në vitet e ardhshme do të shihen edhe efektet edhe më shumë, si që dini ndoshta nga prononcimet publike
ne provojmë mëtojmë që me punën që e bojmë në Universitetin e Prishtinës me fokusun 3 fusha në mobilitetin e brendshëm, mi hap fakultetet edhe mi rrit programe ndërdisciplinore mrena UP-s, me rrit bashkëpunimin ndërkombëtar mes UP-s dhe universiteteve gjithanej botës, si dhe me shty përpara çështjen e transformimit digjital. Sa janë të rëndësishme këto bashkëpunime që i bëni me universitetet të jashtme, por edhe me institucionet të larta të arsimit jashtë Kosovës? Janë jetike. Unë besoj që është shumë, sidomos duke pas parasysh edhe zhvillimin teknologjik që është ndodhur, si dhe transformimin e natyrës, nevoja të punës, nevoja të tregut, edhe ne, thuhet më drejt, si universitet, besoj që kemi një tarme vetëm dhe vetëm qofse arrim që ta forcojmë ndërkombëtarizimin. Ideja është që Universitetin e Prishtinës me sjell në përvendet gjithanej botës dhe universitetin nga gjithanej bota që t'i sjellme në UP. Pra UP-ja në botë, bota në UP. Po flesni për ndryshime teknologjike, po sa ka arrit që Universiteti i Prishtinës me u përshtat me këto ndryshime, qoftë në aspektin e mësimdhënies edhe në aspekte tjera? Relativisht mirë, duhet bëhet edhe më shumë, mirë po përdorimi teknologjisë informative, digitalizimit, e këto është pjesë e pandarë edhe e mësimdhënies edhe kërkimeve që ndodhen në Universitetin e Prishtinës, edhe një infrastrukturë solide digitale e kemi në Universitetin e Prishtinës, kemi një plan bukur ambicioz të realizuar mendimin e UNDP-s për një transformim digital, i cili parashet një periudhë 3 dhe 5 vjeçare, se dhe një shumë milionëshe që do të investohet, e që jemi në kërkim e sipër këtyre investimeve, që vërtet ta sjellim Universitetin e Prishtinës ato ku e meriton edhe në aspektin e hardware-it edhe software-it, edhe me këtë që ta përmbyllim transformimin digital të këtij universitetit, që vërtet të gëzon epitetin e një universitetit dekadës tretë edhe dekadave tjera të këtij shekulli. Ka vdekur Alush Gashi, ish politikan i shquar kosovar. Para se të bëjë politikan, Gashi ishte dekan në Fakultetin e Mjekësisë, ndërsa pas lufte, më saktësisht mes viteve 2007-2010, ishte ministri i shëndetësisë. Ai ishte ndër themeluesit e LDK-s, e cila gjatë viteve 90 u shndrua në forcën primare të shqiptarëve të Kosovës, duke fituar legjitimitet të madh politik. Gashi është njëri ndër nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë, e cila u shpall më 17 shkurt 2008. Ndryshe, Alush Gashi ishte mjek me profesion, madje mban titullin e doktorit të shkencës së mjekësisë. Filmi i metrazhit të gjatë Era i regjisores dhe skenaristet Sparta Kelmendi u shfaq për herë të parë para publikut në Zvicër, në edicionin e 5 të festivalit të filmit Kino Kosova në Zyre, ku pati një numër të madh të interesuarve. Filmi u duar trokit gjatë dhe u vlerësua lart nga të pranishmit. Në premierën e tij të parë në Evropë, filmi Era mbushi plot sallën e kinemas Rifraf në Zyre. Era u shfaq në kuadër të edicionit të 5 të festivalit të filmit Kino Kosova, ku para një numri të madh të dashamirëve të artit dhe filmit prezantoi historinë e viteve të 90-ta të Kosovës, një kohë ku ndjekjet, përjashtimet nga puna dhe zhdukja e dinjitetit ishin përditshmëri. Me këtë rast foli edhe regjisorja dhe skenaristja Parta Kelmendi, e cila u shpreh e lumtur me pritjen që ju bën në Zvicër. Mbrëmje ishte premiera zvicrane e filmit Era këtu në Zyre, në kuadër të Kino Kosovës, festivalit të filmit Kino Kosova. Publiku e priti shumë mirë filmin, salla ishte plot, publiku ishte i përbër prej shqiptarëve nga Zvicra, po gjithashtu kishte edhe publik zvicran. Komentet ishin shumë të mira, filmi po komunikon shumë mirë me publikun, jemi shumë të lumtur, kështu që ishte kënaqësi, ishte një mbrëmje shumë e bukur, me shumë njerëz, me shumë biseda pas filmit.
për njerëz që kanë përjetu filmin, se si kanë reflektu gjatë kohës të e pa filmin në jetën e tyre, në të kaluarën e tyre. Kështu që ishte kënaqësi, ishte vërtet një mbrëmje shumë e bukur. Deri më tani filmi ka pasur një prezantim të suksesshëm në Amerikë, Kosovë dhe Maqedoni, ku edhe shpërblyer me çmime të rëndësishme. Në 94 minuta, filmi Era paraqet jetën e një vajze të re, e cila detyrohet të braktisë jetën urbane në Prishtinë dhe të përshtatet me realitetin e ri dhe të ashpër të jetës në fshat. E di që s'kom përgatitur për këtë situatë. Përmes sfidave të saj, marrëdhënieve familjare dhe përballjes me norma tradicionale, Era eksploron çështje të identitetit, lirisë dhe zgjedhjes personale. Ky rrëfim prek historitë njerëzore duke sjellë në vëmendje dinamikat sociale, kulturore dhe emocionale që ndikuan në vendimet jetësore të një brezi të tërë. Filmi Era është realizuar me mbështetjen e Qendrës Kinematografike të Kosovës dhe Fondit të Filmit të Maqedonisë së Veriut, ndërsa producente është Avërdita Saraqini Kelmendi. Shqika jeme unë e du. Që tash më Nderuar shikues, tu e përfundojmë këtë edicion lajmesh, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pafshi.